Teksa jemi në kulmin e sezonit të virozave, duket se grup moshat më të prekura mbeten të moshuarit dhe fëmijët. Bluzat e bardha ngren shqetësimin e përdorimit të madh të antibiotikëve nga vetë prindërit, edhe pa recet mjeku. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm edhe për sa i përket dhënies antibiotikëve që ngaherë gabojnë. Njerëzit nga që i ka paniku dhe shkojnë menjëherë të marrin antibiotikun madje pa leje dhe pa pyetur fare personelin mjekësor, që është shumë gabim. Antibiotiku në një situatë epidemike nuk ka vlerë, madje të dëmton tepër, nëse ti vjen një ditë, një moment që mund të kesh nevojë për të, ai nuk do të jetë efikas, nuk do të jetë efektiv. Kështu që duhet të jemi shumë të kujdesshëm në këtë. Zhabjaku pranon faktin se shpesh herë antibiotikat jepen në nxitim edhe nga vetë mjekët si pasojë e një paniku momental. Deri diku do të thoja me sinqeritet që mëkatar jemi edhe ne vetë mjekët, të cilët e japin paksi edhe nga paniku, më tepër nga paniku apo nga ajo që të jemi, si më thon, brenda dhe ta kemi këtë. Por unë mendoj që sidomos kur e ke atë të smurin që e shef ose e merr vesh për çdo ditë për të mund ta trajtosh ashtu siç thot protokolli, pa filluar fare antibiotikun. Nevoja për ndihmë mjekësore është rritur gjatë 2 javëve të fundit, duke patur fluks si pranë urgjencës së spitalit ashtu edhe në repartin pediatrik. Megjithatë, këshillat vijojnë të jenë të njëjta: kalimi i situatës pa përdorur antibiotik, sidomos menjëherë që në ditët e para të virozës.